Hej miqtë mi, përshëndetje, si jeni? Uroj që secili për ju të jetë sa më mirë. Sot ndjeva të rastishme që të ndaj me ju një prezantim të shkurtër rreth punës sime, ashtu siç kam bërë edhe më përpara, por duke qenë se këto kohë të fundit më janë bashkuar shumë persona profilit tim. Uroj të gjithëve si fillim mirëseardhjen, bashkë do mësojmë shumë gjëra të bukura, shumë gjëra të reja që mbase nuk i dini. Uroj që gjithashtu t'i pëlqejë çdo postimi im, të gjeni veten dhe pse jo të bëni ato çfarë ju ndjeni të bëni punën që mbase ju jep liri në të gjitha konceptet e saj, lirin financiare, kohore, të vendodhjes. Dhe pikërisht sot, duke marrë shkak edhe nga shumë mesazhe që më janë dërguar në DM, në TikTok, si në Instagram, doja që të bëja një prezantim në vija të përgjithshme të gjithë punës sime. Doja të thoja pikë së pari që edhe unë kam filluar njëjtë sikur edhe ju mbase me zero informacion dhe nuk dija asnjë gjë rreth kësaj fushë. Kam punuar komplet diçka tjetër. E kam thënë shpeshherë brenda grupit, sepse ne zakonisht zhvillojmë trajnime të ndryshme, por edhe ato mbi mindset, mbi zhvillimin personal, dhe në një prej tyre kam treguar edhe eksperiencën time në këtë fushë, e cila ka qenë jo e lehtë, sepse sigurisht si një person që vinte nga një fushë tjetër, nga një punë tjetër më përpara, komplet ndryshe nga kjo fushë, ka pasur ato vështirësitë e veta, çdo gjë. Dhe doja t'ju thoja që si çdo punë tjetër që nis si fillim, sigurisht që ke dyshimet e tua, ke pasiguritë e tua, ke ato skepticizmat edhe mendimet që të vinë, o bo, frikrat, a do e bëj dot apo jo, por e gjitha lidhet me një vendim dhe me një qëllim që ti ke për veten tënde, çfarë do të arrish, çfarë do të bësh me jetën tënde. Dhe përveç të gjitha këtyre, sepse tashmë sigurisht jam mirënjohëse për këtë mundësi që mu dha, madje falenderoj edhe mentoren time Elenën që më ka udhëhequr edhe më ka udhëzuar për çdo gjë deri më tani. Jam shumë falenderuese sepse vërtet nëse unë nuk do kisha parë Elenën në rrjetet sociale ashtu siç ju po më shikoni mua tani, do isha përsëri mbase në të njëjtën punë që kisha ato pakënaqësitë e mia. Kështu që patjetër nëse dhe ju ndjeni kështu siç unë po shprehem edhe siç po flas tani lirshëm me ju, mos nguroni të më shkruani dhe t'ju informoj rreth kësaj mundësie, sepse në ditët e sotme dihet që shumica e njerëzve po punojnë online. Çdo kënd që unë pyes, çdo kënd që takoj, më thotë që punoj nga kompjuteri, bëj këtë nga kompjuteri, punoj nga telefoni, apo dhe ata persona të cilët punojnë nga zyra 8-4, mundohen që një punë tjetër të dytë ta bëjnë nga telefoni. Teknologjia ka përparuar, ka avancuar, të gjitha mundësit janë tashmë, kështu që pse jo të mos e provoni dhe ju një mundësi të tillë dhe të tregoheni mendje hapur, të dini se çfarë gjërash ju presin, çfarë mundësish ju presin dhe pse jo t'i përqafoni. Të mos i thoni vetes kufizime të tilla si nuk mundem apo nuk e di nëse do ta bëj apo gjëra të tilla. Po flas kështu sepse i kam kaluar dhe i kam provuar vetë të gjitha këto peripeci dhe të gjitha këto dilema dhe frikra brenda vetes, por tashmë jo më. Kështu që sot këtu jam për të prezantuar në vija të përgjithshme sigurisht çfarë unë bëj, me çfarë merrem, çfarë është kjo punë online dhe si mund të bëni pjesë edhe ju, pra si mund të punoni edhe ju në orarin që ju dëshironi, pa një shef mbi kokë, thjesht ju duhet pak përkushtim nga ana juaj. Dhe për ta filluar, ajo çfarë unë bëj, punoj online në tregjet financiare. Çfarë janë tregjet financiare për ju që nuk e dini? Janë markete shumë të zhvilluara financiarisht, të cilat kanë të bëjnë me asete, kanë të bëjnë me indekse, me kompani shumë të zhvilluara në botë, kanë të bëjnë me forexin, me kriptot. Besoj kur vjen fjala të këto dy të fundit i keni dëgjuar shpesh në rrjetet sociale, sidomos këto kohët e fundit, këto 2 vitet e fundit, pasi janë tregje shumë të zhvilluara dhe ama do jenë akoma më shumë në vitet në vijim. Çfarë është Forex? Forex do të thotë këmbim valutor. Ashtu njëjtë si ti shkon në një exchange dhe thyen ato monedat e tua nga të huaja në shqiptare për shembull, dhe ky lloj këmbimi që ti bën quhet me emrin Forex. Çfarë të ofron kjo lloj platforme ty? E para të ofron edukimin, është shumë e rëndësishme, ashtu siç ti edukohesh kur shkon dhe trajnohesh për diçka, për një fushë të caktuar, ashtu siç ti shkon të mësosh një gjuhë të huaj, që patjetër të duhet një kohë relativisht e gjatë për ta përvetësuar, ashtu sikurse ti bën një shkollë në një deg të caktuar, ashtu është edhe kjo, është njëjtë. Ty të duhet pak përkushtim nga ana jote, ty të duhet që të kesh pikë së pari një qëllim për veten tënde, nëse ti do t'i përkushtohesh edhe do t'i futesh kësaj fushë, futju me një mendim edhe me një mendje afatgjatë, që ti
të vazhdosh këtu, ta përvetësosh dhe pastaj të bëhesh një person i pavarur, si nga ana financiare, por nga çdo lloj ane tjetër, sepse kjo të jep shumë lloj lirish. Çfarë të ofron tjetër platforma? Platforma të ofron edhe trajnime. Trajnimet janë në gjuhën shqipe të gjitha, ne trajnohemi nga tradera shqiptar, të cilët kanë vite eksperiencë, janë të licencuar, ku na trajnojnë mbi strategjinë e tregut, mbi analizat e tregut dhe çdo lloj gjëje që ka të bëjë me këtë lloj fushë. Po të logohesh, po të futesh brenda platformës, duke qenë se kjo platformë është e huaj, ti sigurisht që do gjesh edhe video edhe tradera të tjerë të huaj, të cilët të mësojnë ty mbi çdo mënyrë strategjike se si të analizosh tregun, çfarë është forex, investimet, çfarë janë kriptot, mënyra më e mirë për të futur në treg, për të investuar, për të tregtuar dhe të gjitha këto termat detajiste për të cilat do flasim edhe do i mësoni çdo gjë në momentin që vini dhe bëni pjesë e këtij lloj edukimi, sepse vërtet siç e thash edhe në fillim, është vërtet një edukim që ju bëni për veten tuaj, një investim mbi veten tuaj që do ju duhet për gjithë jetën. Se ka të bëjë me paran dhe çdo gjë që ka të bëjë me paran i duhet çdo kujt, besoj. Nuk njoh asnjë person që të më thot, jo, mjafton, nuk dua më para, nuk dua të mësoj më rreth parave, kam mjaftuar shumë, tani dua të rri. Kështu që çdo gjë që ka të bëjë me këtë lloj fushë, patjetër që gjithsecili është kurioze dhe dëshiron që ta mësoj. Çfarë ofron tjetër? Ofrojmë një lloj skaneri i cili funksionon me inteligjencë artificiale. Besoj e keni parë edhe një nga videot e mia që unë e postoj vazhdimisht. Pse? Sepse është një skaner shumë i mirë si për një fillestar që dëshiron që të futet dhe të praktikohet me sinjale të gatshme, me analiza të gatshme, por edhe për një person i cili ka pak njohuri rreth kësaj fushë, por nuk ka kohën e duhur për t'i përkushtuar pasi ka angazhime të tjera gjatë ditës. Dhe ky skaner e ndihmon pasi gjeneron sinjale si në kriptovalutore në forex, si në kriptovalutore në kripto, në metale, në indekse, i ke analizat gati, e ke strategjin gati, mjafton t'i vendosësh copy paste në llogarinë tënde. Dhe një shërbim tjetër për të cilin unë jam shumë e lumtur që e kemi brenda skuadrës, brenda komunitetit, është Tap to Trade. Çfarë do thotë? Është një sistem i automatizuar ku lidhet me llogarinë tuaj në MetaTrader, llogarinë tuaj reale dhe ju thjesht keni për të pranuar ose për të refuzuar sinjalin që ju vjen nga ky lloj sistemi. Është diçka shumë e mirë, siç e thash edhe në fillim, për personat që s'kan nerva të merren edhe nuk e kanë kohën e duhur për të marrë, thjesht çdo gjë e bën ky lloj sistemi dhe ti thjesht ke për të marrë ato fitimet të tua në fund të ditës. Kaq është detyra juaj për të bërë, asnjë gjë tjetër. Dhe e fundit fare, por ama jo për nga rëndësia, por doja t'i jepja atë kolpën e fundit. Fryma e komunitetit është gjë më e rëndësishme që ju merrni në momentin që antarësoheni dhe bëni pjesë e jona, pasi të gjithë kemi hyrë me një qëllim të caktuar në këtë platformë, në këtë fushë. Dhe të gjithë ndihmojmë njëri tjetrin për të zhvilluar si nga ana profesionale ashtu edhe nga ana personale. Të gjithë qëllimi për të cilin futen në këtë punë është që të bëj sa më tepër para. Por ama nga ana tjetër nuk e din që të bërit para është një rrugë që do vërtet vullnet për kushtim nga ana juaj, mos e merrni si diçka shablon që do bëni të pasur brenda 2-3 muajve, por ama ju asiguroj që është puna më fitimprurse dhe fusha më fitimprurse që ju keni hasur gjatë gjithë jetës suaj. Dhe nëse ke mbritur deri këtu, duke më dëgjuar në këtë video të fundit, do të thotë që je një person me vizion të qartë, je mend i hapur, i shikon gjërat ndryshe nga të tjerët dhe patjetër mund të më shkruash, mund të zhvillojmë telefonat së bashku për të marrë çdo informacion të mundshëm në detaje se si funksionon kjo fushë, kjo punë. Mund të bashkëpunojmë dhe pse jo të arrijmë qëllimet që ti ke vendosur vetes tënde. Unë kam zgjedhur të jem e lirë dhe jo perfekte. Unë kam zgjedhur të rritem dhe jo të pres momentin ideal. Nëse kjo video të foli sadopak, mbase është koha edhe për ty. Të bëhesh një person i pavarur, si nga ana financiare, por nga çdo lloj ane tjetër, sepse kjo të jep shumë lloj lirish. Çfarë të ofron tjetër platforma? Platforma të ofron edhe trajnime. Trajnimet janë në gjuhën shqipe të gjitha, ne trajnohemi nga tradera shqiptar, të cilët kanë vite eksperiencë, janë të licencuar, ku na trajnojnë mbi strategjinë e tregut, mbi analizat e tregut dhe çdo lloj gjëje që ka të bëjë me këtë lloj fushë. Po të logohesh, po të futesh brenda platformës, duke qenë se kjo platformë është e huaj, ti sigurisht që do gjesh edhe video edhe tradera të tjerë të huaj, të cilët të mësojnë ty mbi çdo mënyrë strategjike se si të
analizosh tregun, çfarë është forex, investimet, çfarë janë kriptot, mënyra më e mirë për të futur në treg, për të investuar, për të tregtuar dhe të gjitha këto termat detajiste për të cilat do flasim edhe do i mësoni çdo gjë në momentin që vini dhe bëni pjesë e këtij lloj edukimi, sepse vërtet siç e thash edhe në fillim, është vërtet një edukim që ju bëni për veten tuaj, një investim mbi veten tuaj që do ju duhet për gjithë jetën. Sepse ka të bëjë me paran dhe çdo gjë që ka të bëjë me paran i duhet çdo kujt, besoj. Nuk njoh asnjë person që të më thot, jo, mjafton, nuk dua më para, nuk dua të mësoj më rreth parave, kam mjaftuar, tani dua të rri. Kështu që çdo gjë që ka të bëjë me këtë lloj fushë, patjetër që gjithsecili është kurioze dhe dëshiron që ta mësoj. Çfarë ofron tjetër? Ofrojmë një lloj skaneri i cili funksionon me inteligjencë artificiale. Besoj e keni parë edhe një nga videot e mia që unë e postoj vazhdimisht. Pse? Sepse është një skaner shumë i mirë si për një fillestar që dëshiron që të futet dhe të praktikohet me sinjale të gatshme, me analiza të gatshme, por edhe për një person i cili ka pak njohuri rreth kësaj fushë, por nuk ka kohën e duhur për t'i përkushtuar pasi ka angazhime të tjera gjatë ditës. Dhe ky skaner i ndihmon pasi gjeneron sinjale si në kriptovalutore në forex, si në kriptovalutore në kripto, në metale, në indekse, i ke analizat gati, e ke strategjin gati, mjafton t'i vendosësh copy paste në llogarinë tënde. Dhe një shërbim tjetër për të cilin unë jam shumë e lumtur që kemi brenda skuadrës, brenda komunitetit, është Tap to Trade. Çfarë do thotë? Është një sistem i automatizuar ku lidhet me llogarinë tuaj në MetaTrader, llogarinë tuaj reale dhe ju thjesht keni për të pranuar ose për të refuzuar sinjalin që ju vjen nga ky lloj sistemi. Është diçka shumë e mirë, siç e thash edhe në fillim për personat që s'kan nerva të merren edhe nuk e kanë kohën e duhur për të marrë, thjesht çdo gjë e bën ky lloj sistemi dhe ti thjesht ke për të marrë ato fitimet e tua në fund të ditës. Kaq është detyra juaj për të bërë, asnjë gjë tjetër. Dhe e fundit fare, por ama ju për nga rëndësia, por doja t'i jepja atë kolpën e fundit. Fryma e komunitetit është gjë e më rëndësishme që ju merrni në momentin që antarësoheni dhe bëni pjesë e jona, pasi të gjithë kemi hyrë me një qëllim të caktuar në këtë platformë, në këtë fushë. Dhe të gjithë ndihmojmë njëri tjetrin për të zhvilluar si nga ana profesionale ashtu edhe nga ana personale. Të gjithë qëllimi për të cilin futen në këtë punë është që të bëj sa më tepër para. Por ama nga ana tjetër nuk e din që të bërit para është një rrugë që do vërtet vullnet për kushtim nga ana juaj, mos e merrni si diçka shablon që do bëni të pasur brenda 2-3 muajve, por ama ju asiguroj që është puna më fitimprurse dhe fusha më fitimprurse që ju keni hasur gjatë gjithë jetës suaj. Dhe nëse kem rritur deri këtu, duke më dëgjuar në këtë video të fundit, do të thotë që je një person me vizion të qartë, je mend i hapur, i shikon gjërat ndryshe nga të tjerët dhe patjetër mund të më shkruash, mund të zhvillojmë një telefonat së bashku për të marrë çdo informacion të mundshëm në detaje se si funksionon kjo fushë, kjo punë. Mund të bashkëpunojmë dhe pse jo të arrijmë qëllimet që ti ke vendosur vetes tënde. Unë kam zgjedhur të jem e lirë dhe jo perfekte. Unë kam zgjedhur të rritem dhe jo të pres momentin ideal. Nëse kjo video të foli sa do pak, mbase është koha edhe për ty. Vetes tënde. Unë kam zgjedhur të jem e lirë dhe jo perfekte. Unë kam zgjedhur të rritem dhe jo të pres momentin ideal. Nëse kjo video të foli sa do pak, mbase është koha edhe për ty.